Në maternitetin Mbretëresha Geraldin në Tiranë përjetoi momente feste, një grup fëmijësh jetim të shoqëruar nga zonja e parë e Utatopi kanë shpërndar dhurata për foshnjat. Gjatë vitit që po lëm pas, mjekët e këtij materniteti janë përkujdesur për 30 bebe të braktisura. Dhurata dhe urime janë shpërndar për fëmijët e braktisur që janë të streuar në maternitetin Mbretëresha Geraldin. Disa fëmijë jetim të shoqëruar nga zonja e parë e vendit të Utatopi, si dhe artiste të njohura të kinematografisë shqiptare, që në orët e para të mëngjesit në ditën e ndrimit të viteve, kanë zgjedhur pavionin e bebeve të braktisura për të shpërndar dhurata e disa mesazhe për shoqërinë shqiptare. Mos të jetë fëmia asnjëherë produkti një aventure, por fëmia të jetë të cili tamam gëzimin në familje dhe në jetën e gjithkujt. Është shumë e rëndësishme që këtyre fëmijëve t'ju afrojmë dashurinë prindërore, sepse sigurisht që ato kujdesin nga shteti ato do ta kenë, por këtyre fëmijëve gjithë jetën do t'ju mungojë ajo dashuri e cila është e pazëvendësueshme. Jam shumë e prekush që erdha sot këtu. U bëj një apel atyre që ndoshta e shikojnë këtë moment tonin këtu, që nëse kanë mundësi të mendojë dikush për këtë fëmijë. Ne erdhëm në maternitetin e Tiranës për t'i treguar këtyre bebave që nuk janë vetëm dhe do kemë përherë dashurinë tonë. Dhuratat u përgatitën edhe me mbështetjen e Institutit Kombëtar të Integrimit të Jetimëve Shqiptar. Kryetari i saj, Ilir Çumani, duke përcjellur urimin e fundvitit, ka kërkuar më shumë mbështetje për këta fëmijë. Unë jam i bindur që shoqëria është e përgatitur tashmë që këtyre fëmijëve të krijojnë mundësira dhe shanse sa më të mira që ata të mos ndihen të tillë, që jeta e tyre ashtu siç nisi të mos vazhdojë, por të ndryshojë rrënjësisht, dhe unë jam i bindur që ato nëna që jashtë vullnetit tyre i braktisin këto fëmijë, shpirtin dhe mendjen e kanë këtu. Në maternitetin Mbretëresha Geraldin në Tiranë, në pavionin e bebeve të braktisura për gjatë gjithë vitit 2011, kanë qenë të streuar rreth 30 bebe. Tashmë në këtë pavion ka vetëm 3, pasi pjesa tjetër janë birësuar apo janë sistemuar në shtëpitë e foshnjës.